Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve në Milano të Italisë kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që synon modernizimin e shërbimit onkologjik shqiptar dhe afrimin e tij me standardet më të avancuara europiane. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, deklaroi se marrëveshja do të ndihmojë në fuqizimin e kapaciteteve profesionale dhe në integrimin e teknologjive të reja në shërbimet onkologjike. Do të standardizojmë protokollet sipas politikave më të mira europiane dhe do të integrojmë teknologjitë më të avancuara, nga inteligjenca artificiale dhe diagnostika digjitale, te telemjekësia dhe sistemet moderne të vendimarrjes klinike. Një nga objektivat kryesor të kësaj marrëveshje është ngritja e qendrës së studimeve klinike pranë QSUT-s. Një nga arritjet më domethënëse të kësaj marrëveshje është mbështetja për ngritjen e qendrës së studimeve klinike pranë QSUT-s, duke i dhënë Shqipërisë mundësinë të bëhet pjesë aktive e kërkimit shkencor ndërkombëtar dhe duke ofruar pacientëve shqiptar akses më të hershëm në terapitë më inovative. Po ashtu, ky bashkëpunim mbështet ndërtimin e rrjetit kombëtar onkologjik me QSUT-n si qendër reference për të garantuar standarde të njëjta trajtimi dhe akses të barabartë në kujdes cilësor për çdo qytetar pavarësisht vendbanimit. Bashkëpunimi do të shërbejë edhe për transferimin e ekspertizës në vlerësimin e teknologjive shëndetësore, mjekësinë e bazuar në vlerë dhe menaxhimin e shërbimeve shëndetësore. Në përmbyllje të mesazhit të saj, Ministria Sala falenderoi partnerët në Milano dhe theksoi se ky partneritet pasqyron vizionin e reformave që po ndërmerren për modernizimin e sistemit shëndetësor shqiptar.